can fly. Reagon direkt motra e Gjestit si dhe familja e tij, ja çfarë thon pas incidentit me Jozin. Pas incidentit të ndodhur sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku banori Josefin Marku goditi me plëm Gjestin, ka ardhur dhe reagimi I parë nga familja e këtij të fundit. Motra e Gjestit ka qenë ajo e para e cila ka postuar në Insta Story. Blerina Kelmendi, motra e Gjestit, në Instagram ka falendëruar të gjithë përkrasit për dashurinë e treguar ndaj vllait të saj, teksa ju ka kthyer një mesazh të gjithëve në pamundësi për me I kthy krejt mesazhet e dërguara për aktin fizik ndaj Gjestit. Ju jemi mirënjohës si familje për gjithë mbështetjen dhe dashurinë që e keni tregu në to, ka shkruar Blerina duke shprehur falënderimet në gjithë emrin e familjes Kelmendi. Në drejtim të Gjestit në Instagram kanë ardhur mira komente duke thyer rekorde, si dhe kanë ardhur plot 20.000 followers në më pak se një orë. Duket se të gjithë janë sensibilizuar që nga njerëzit e thjesht e deri te personazhet VIP, teksa edhe familja e Gjestit në Instagram edhe ajo ka reaguar pas incidentit duke dashur që të shuaj gjakrat, teksa ka shkruar në pamundësi për me I kthy krejt mesazhet e dërguara për aktin fizik ndaj Gjestit. Ju jemi mirënjohëse ne si familje për gjithë mbështetjen dhe dashurinë që e keni tregu për ta, thuhet në mesazhe me nxjerr nga ta. Të shumë kanë qenë edhe personazhet VIP që janë gjendur afër, teksa nga ana tjetër Jozi ndodhet në ambientet e paraburgimit, teksa sipas juristëve ai pritet që të marrë një dënim nga 1 gjop deri në 2 vite burg. Mirë po dënimi pritet të jetë maksimal në momentin që Jozi e ka qelluar me paramendim Gjestin.